إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا خير نبي أرسله أما بعد Allahu Azza wa Jalla falenderojmë për ti falë dhe ndihmë kërkojmë. Kurse salavatet e selamet i dërgojmë Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij të ndershme, shokëve të tij fisnik dhe gjithë pasuesve të rrugës së tij deri në ditën e gjykimit. Falenderojmë dhe madhërojmë Allahun Azza wa Jalla për mirësitë dhe begatitë e tij të mëdha, në veçantë për mirësinë dhe begatinë e Islamit dhe imanit, që në bëjmë të vinë qastin dhe në momentin kur s'ka të vinë nga malli as nga evladi. Të ndëruar besimtarë, të ndëruar imani, Allahu te bareke ve teala nxit dhe inkurajon inteligjencën e njeriut që të mediton në ndryshimet që ndodhin në vetveten e tij, në qiell, në tokë, me të vetmin qëllim që ai të ndryshon. Allah ka mundur rregull në kosmos që edhe boti të ndryshon. Allahu Azza wa Jalla thot në Kur'an: "Afala yanzuruna ila as-sama'i kayfa khuliqat." E pse nuk ndalen njerëzit të meditojnë e të mendojnë se si Zoti i Madh e ka kriju qiellin? E përcollëm stinën e dimrit. Jemi duke shiju dhe jemi duke u gëzu me stinën e pranverës. E kjo stinë, e kjo ndryshim, e kjo bukuri që shihet në natyrë, që gjithandej fillon të gjallërohet natyra, e të thekson dhe të spikatën më shumë, ngjyrat e bukura që Allahu i ka kriju në natyrë. A nuk është momenti që na të ndalemi e të meditojmë rreth vetvetes tonë, e t'i themi vetes, a do të ndryshoj unë? Shkoj e rësira e dimrit, i ftohtin i dimrit, dhe po na vjen një pranver që është simbolik e gëzimit, simbolik e një hares, që gjithë njerëzit e shijojnë në vëdhejnë, madje e gjithë kjo reflekton në disponimin e tyre, në punën e tyre, në angazhimin e tyre, madje dhe në profesionet e tyre. A nuk e koha që ti ta pyesish veten, ti a keme gjallëru pranverën e zemrës tënde? Ti a keme ndjej dhe shiju pranverën e zemrës tënde, ndryshimin në vetveten tënde, që të ndryshosh nga një njeri i ftohtë tek një njeri i cili do të jetë i ngrohtë, i ëmbël, i dashur për njerëzit, i dashur dhe i ëmbël për familjen e tij së pariherë. Për asaj errësire që ishte në dimër që vinte shumë shpesh dhe shumë shpejt, a do të dalësh në dritën e veprave të mira, a do të largohesh nga errësira e mëkateve tua, të cilat të kanë ngulfat, e të kanë kapluar, e të kanë plogështu. Me dalë një pranverë, një dritë, e cila nuk kupton mirësi, bamirësi, dhe ndryshim dhe jetë dhe gjallëri për jetën tënde, për zemrën tënde, për mendjen tënde, për shoqërinë tënde, që ti të reflektosh bamirësi dhe mirësi, e që edhe ti para Allahut tënd të jesh një rob i bukur, i cili është zbukuru me vepra të mira, ashtu siç e zbukuron ambientin ton kjo pranverë e bukur. A nuk ket momenti që më undal dhe me pyet veten, po mirë, si me avon? Çdo send fillon me shkak. Për çdo send do të me pas shkak që me pas pasojë. Do të me pas iniciativë.
Dhe kjo iniciativë është arsyeja e parë dhe shkaku i parë i ndryshimit tonë. Abdullah ibn Mesudi radiallahu anhu e përcjell një hadith të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam që ai ja mësoi Abdullah ibn Mesudit saqë në fund të këtij hadithit, të kësaj thënieje, sahabët i thanë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ja Rasulullah, tha, du të më mësuna këtë. Tha Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, si cili që ndëgjon këtë që e thash, e që do ta them tani, le ta mëson, le ta memorizon dhe le ta praktikon në jetën e tij. Hajde, sot ta nismi pranverën e zemrës tonë. Sot na të e fillojmë ndryshimin tonë. Epoka, stina e errësirës tonë që ishte në zemrën tonë, sot do të mbaron. Do të hapim një regjistër të ri. Do të fillojmë një jetë të re, një stin të re në jetën tonë. Vallahi, për Allahun është shumë e lehtë që njeriu me nxjerr nga errësira në dritë. Allahu waliyul ladhina amanu, yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur. Që do të Allahu te bareke ve teala? Allahu është miku i atyve që kanë besu. Allahu është miku i besimtarëve. Wali, po Allahu te bareke ve teala thotë, o ti imani, unë jam miku yt. Yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur. Thotë Allahu miqtë e vet i nxjerr nga errësira në dritë. Dhulumat nur, përmendën dyjat. Dy pamje kontradiktore. I nxjerr Allahu robëve nga errësira në dritë. I tha Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, Abdullah ibn Mesudit, tha Abdullah, ma asaba abdan hammun wala ghammun wala huznun. Thumma qala, tha nuk ban vaki që robin ta kaplon, ta godet. Hammun, ghammun, huznun. 3 faza të mërzisë. Hem është me bojt gajle se ka me ndodhë diçka. E ndjenj, një para ndjenj, një para gjykim, dhe një angazhim i kot i njeriut që e lodhë me te zemrën e tjera pa ndodhë. E kjo është realitet. Dhe këte e verifikon Muhamedi sallallahu alaihi wasallam se disa njerëzve ju ndodhë kjo, i që pa ndodhë kur gjohë. A i fillon me imaginu, me fantazu, se dhe bori vaki diçka e keqe. O të arë një krize madhe, shumë keqe të bori. Ka dalë o bu. Prandera ka, zovje, knaqë, sabër, dhe botë mirë. Kjo është hemë. Gëm është mërzia kër ndodhë sprova. Edhe huzën është mërzia pasi që të ndodhë sprova. Sheriati ndonë këto faza. Dhe njëju nuk është imun dhe gjithë kësaj që ndodhë. E pasetet Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e kur robin hadith më gjatë është e falendron Allahun, shpreh modestinë e tij, e lartëson Allahun dhe lut atë me emrat e tij të bukura, e pastaj në fund thot robi, Allahumma jalil Kur'an rabi'a qalbi. Thot o Allah, me këtu do ndalemi. Thot o Allah, bëje Kur'anin pranver të zemrës time. Gjallëri të zemrës time. O Allah, bëje Kur'anin pranver të zemrës time. Kur'ani është simbol i dinit tonë, i fejës tonë. Kur'ani në kupton fe, din, praktik, teori, moral, sjellje. Dhe gjitha normat dhe dokat që i përngërten në vetë ke Kur'an. Bëje Kur'anin pranver të zemrës time, gjallëri të zemrës time. Që ky Kur'an të custa e cila ka me ngjall zemrën time. Ka me nxjerr nga errësira në dritë, nga e keqja në të mirë, nga urrejtja dhe zilia në dashuri, nga armiqësia në miqësi. Sa kemi nevojna për këtë ndryshim, sa kemi nevojna këtë ndryshim që e shohim në natyrë, me pyet veten, mirë, ky ndryshim apo ndodh në zemrat tona, apo thjesht kemi dalë vetëm në një stin
prej tharësirës në një gjelbërim dhe kaq fare nuk ndikon në logjikën tonë dhe në meditimin tonë që na të ndalim e të themi e i ka dalë. O shpirti im, t'ja do të ngjallash, t'ja do të ndryshosh, shive sa mirë. Kjo pemë e thatë u bon dhe u shëndru një pemë të gjelbër që secili me mahnitje dhe me shumë knatësi shikon në te. Si shikon në mua Allahu te bareke ve teala. Si dukum unë para Allahut azza wa jall, ma ato mëkate të vjetra e të ngarkume, e të teprume, si dukum unë para familjes time, arrogant, neglijent, shpërfillës, në përkëmbës, të mos flasë mi se dhuna në familje, dita e ditës është duke urit, i dhunë shumë zotë në rujë, e na përmisot që kjo punë mos të ndodhe në familje tona islam. Si duku mund para miqve të mikë, me djematë, në nëshmus, a të ndryshon jo. Si duku unë, para kolegëve të mikë, para punëdhënësve të mikë, para punëmarrësve të mikë, që me të mos, o vëzër, kjo stin du të reflekton. E pastaj, thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, ai që e thot këtë dua, Allahu azza wa jall i largon atij edhe pikëllimin edhe mërzin. Madje thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, Allahu gjendjen e tij e shëndron prej në mërzi, në gëzim dhe hare dhe mirëqenie në jetën e tij. Këtë dua të dashur vëllezër, nuk du të harun. Kjo dua nuk është vetëm se majë lafi, që e themi me majë të gjusë. Kjo dua nuk kupton ndryshimi ynë. Kjo dua nuk kupton përmirësimi ynë. Kjo dua nuk kupton reflektimi pozitiv i yni në shoqërinë tonë, ashtu siç ndikon pozitivisht në disponimin tonë. Kjo pranver e bukur dhe kjo natyrë e cila u gjelbëru dhe u gjallëru me lejtë Allahu te bareke ve teala, kur pati mundësia jo me ndodhë, vallahi dhe billahi me lejtë Allahu te madh, mundemi edhe na, mund ndryshu dhe me reflektu gjallëri, mirëqenie dhe hare në shoqërinë tonë ku na jetëm dhe lëvizim dhe aty edhe kemi jetën tonë dhe aty e lusim Allahun te bareke ve teala si më mirë të kemi edhe përfundimin tonë. Zotin e madh lutem që Allahu të na gjallëron zemrat tona e që këtë pranver të rishijojmë dhe të ndjejmë edhe në zemrat tona, edhe në sjelljen tonë, edhe në mendjen tonë, edhe në reflektimet pozitive e të mira që duhet të i reflektojmë tek shoqëria që na jetojmë. E kullu ma tasma'un, walhamdulillahi rabbil alamin. الحمد لله حمدا كاملين كما أمر واشكروه وهو الذي وعد المزيد لمن شكر وأخرجوا حب الدنيا من قلوبكم فإنه إذا استولى أسر واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم في كتابه العزيز فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر